Nadica, ne jemi në gjykatën themelore në Prishtinë që hapa në fillim të kësaj seance, na kemi marrë edhe seancën fillestare më herët. Kjo që po e mbojmë sot është seanca e shqyrtimit kryesor. Është hyrja, fillimi i seancës së shqyrtimit kryesor. E që ka për qëllim me shqyrtua këtë akuzën që është ngrit kundër teje. Gjykata ban thirrje me përcjell me vëmendje zbatimin e shqyrtimit gjyqësor. Dhe avokatën e ki prezent mundesh me konsultu kurdo që e sheti të nevojshme. Në procedurë penale është e drejtë e jotja mu deklaru për çështjen. Mje për në bazë ligjit mundesh edhe mos mu deklaru fare, mundesh mu mbrojt heshtje. Edhe nëse deklarohesh, nuk je e obligume me ngarku vetveten ose në anëtarët familjes. Bashkë në koordinim, edhe vetë, po edhe në koordinim me avokatën, ki drejt më paraqit edhe kundërshtime, edhe prova, edhe më ju bë pyetje dëshmitarëve. Kështu që besoj i ki qarta këto që i lexova. Gjykata ju ban thirrje edhe publikut, po edhe palëve që ta ruajnë rendin e gjykatore. Fjalën mund ta marrin secili prej palëve pasi ta ketë kërkuar nga gjykata dhe ta ketë lejuar gjykata. Në të kundërt në rast të prishjes së rendit në gjykatore, gjykata mund të ndërmarrë masat e parapara ligjore, duke filluar nga tërheqja vretjes, shqiptimi i gjobës, largimi nga gjykatoria dhe përjashtimi që vlen për mbrojtësit. Regjistrimi, ingjizimi, filmimi është i lejuar, seanca është publike. E gjithashtu edhe regjistrimi zyrtar prej gjykatës bëhet. Nadica, nëse mundesh ngritën kom lutna. Na I kemi marrë dhënat tua personale në seancën e parë. A ka ndonjë ndryshim prej dhënave personale? Janë të njëjtat. Mirë. Faleminderit, mundesh mul. Shkojmë tutje atë prokuror. Kurdo që I e gati, sipas rrjedhës së procedurës, prokurori I shtetit e lexon akt akuzën që është objekt shqyrtimit në këtë çështje penale, e pandehura e përcjell me vëmendje, edhe masanë ja dhojmë mundësinë mu deklaru. Jo, e lexojmë akt akuzën. Ngritun kom Nadica. Prokuror, lexoj lutem. Po, faleminderit, qytetar. Prokuroria speciale Republikës së Kosovës, pas grumbullimit të informacioneve, nakon sakupljene informacija, me datë 16/1/2026, dana 16. januara 2026. godine, pranë kësaj gjykate, pred ovim sudom, ka dorëzu akt je akuzën dostavio optužnicu PPS, PPS, numër broj 214, 214, fraksion 2025, 25, akt akuzjo ndaj të panderës Nadica Cerkenović, okrivljene Nadica Cerkenović, me generale se qenë në sa podacima proces verbal, kao u zapisniku, dhe atë, I to sepse je ekziston postoji dyshimi I bazuar mirë dobro osnovana sumnja se e pandehura da je okrivljena ish gardiane e burgut të Prishtinës, paralelja në Lipjan, stražarka zatvora u Prištini paralela paralelja për femra në za Lipjan. žene u Lipjanu. Gjatë periudës së konfliktit të armatosur, Tokom perioda oružanog sukoba, përkatësisht luftës në Kosovë, odnosno rata na Kosovu, në periudën kohore 1998-1999, 98-99. godine, në cilësinë e personit zyrtar, u svojstvu službenog lica, gardiane në burgun e Prishtinës, paralelja për femra në Lipjan, stražarku u zatvoru Priština paralela za žene u Lipjanu, në bashkëri dhe me zyrtare tjera të burgut në fjalë, u saučesništvu sa drugim službenicama pomenutog zatvora, Liljana Selić, Liljana Selić, Danica Lukić, Danica Lukić, Slađana Arsić, Slađana Arsić, Biljana Stolić, Biljana Stolić, ish gardiane të burgut për femra në Lipjan, bivše stražarke ženskog zatvora u Lipjanu, për momentin të paarritshme për organet tona të ndjekjes, trenutno nedostižne za pravosudne organe, duke vepruar me dashje postupajući namerno dhe duke shkelur rregullat e së drejtës ndërkombëtare gjatë konfliktit të armatosur, I kršeći pravila međunarodnog prava tokom oružanog sukoba, gjatë konfliktit të armatosur, pra përkatësisht kohës së luftës, odnosno ratnog vremena,
gjatë gjithë kësaj periudhe kohore, tokom celog ovog vremenskog perioda, në mënyrë sistematike, na sistematski način, i kishin maltretuar të burgosurat shqiptare, su zlostavljali albanske zatvorenice, duke i torturuar në mënyrë shnjërzore, mučeći ih na nehuman način, me mjete të ndryshme, sa raznim sredstvima, si shkop gome, kao što su gumene palice, shjerma e grushte, udarci nogama i pesnicama, deri në alivanosje, do tačke nesvestice, duke u shkaktuar lëndime trupore, nanoseći im telesne povrede, ashtu si që shpjegojnë vetë viktimat, kako dhe si që same të shpjegojnë edhe këto, žrtve objašnjavaju, kako će i ovdje objašnjavati, se pas këtyre rajeve kishin pasur dhimbje të mëdha në gjithë trupin, da su nakon ovih batina osjećali velike bolove po celom celu, kanë pas dhumë po celom psikike, telu, bilo je psihičkog nasilja, i kanë kanosur seriozisht për jetë, ozbiljno su im pretile po život e si pasojë kësaj i kao rezultat toga dhe rajeve të vazhdueshme, i kontinuiranog batinjanja kanë pësuar gjendje ankthi dhe frikë, izazvale su patnje od stanja, anksioznosti i straha, është cenuar rënd dinjiteti njerëzor i tyre, njihovo ljudsko dostojanstvo je ozbiljno povređeno, pasojat të cilat i bartin edhe mëtej viktimat, posljedice koje žrtve i dalje snose, e veprime këto të sankcionuara, postupci koji su sankcionisani sipas ligjeve vendore, u skladu sa lokalnim zakonima, zakoneve të luftës običajima ratovanja, dhe konventave ndërkombëtare të Gjenevës dhe protokolleve shtesë. međunarodnim ženevskim konvencijama i dodatnim protokolima. Andaj, Stoga, me këtë, ovim je në bashkëkryerje, sa izvršilaštvom ka kryer veprën penale, izvršila krivično delo, krime lufte ratni zločin kundër popullatës civile protiv civilnog stanovništva nga neni 142, iz člana 142 lidhur me nenin 22, u vezi sa članom 22 të atëherë ligjit tadašnjeg Penal në zakona, fuqi krivičnog zakona të na snazi Republikës Socialiste Socijalističke Federative të Republike Jugosllavisë. Jugoslavije. Faleminderit. Faleminderit prokuror. Në ditë sa e dëgjova prokurorin, Da li ste čuli dužnica? e ki qartë akuzën besoj. Jasna vam je optužba, sigurno. Atëherë tash është momenti procedural kur edhe një herë duhesh mu deklaru Još jedan proceduralni postupak, treba još jednom da se izjasni. lidhur me atë që a ndin veten fajtor apo nuk e ndin. Da li se osjećate krivim ili ne? A ki nevojë mu konsultu me avokatën? Jeni konsultu mjaftueshëm? I da li imate potrebu da se konsultujete sa advokatom? Ili ste se dovoljno konsultovali? Nuk kam nevojë me konsultuar, nuk jam përgjithësi. Mirë, faleminderit, më shmur. Atëherë ka të qartë këtë akuzën dhe deklarohet e pafajshme. Meqense e Pandeura u deklarua e pafajshme sa i përket veprës penale që e vihet në borë, procedura vazhdon me fjalën hyrëse të palëve. Prokurori i shtetit në fjalën hyrëse deklaron. Nderuar kryetari i trupit gjykatës, fillimisht para se me fillu, e kom përgatit me shkrim. Nuk e di a ka nevojë me hyrë se cila fjalë ime në proces verbal. Ja, s'ka nevojë. Do t'ja dorëzoj me shkrim pasi Fjalën sa hyrëse përfundoj e edhe dorëzoj në formë të prezantimin verbal. dhe do ta elaboroj të njëjtën. Nderuar trup gjykatës, antar të trupit gjykatës, kolegë nderuar avokate dhe gjithë të pranishëm në sallë. Sot ndodhemi para kësaj gjykate për të shqyrtuar një rast që lidhet me një nga periudat më të rënda dhe më të dhimbshme të historisë së Kosovës, periudhën e konfliktit të armatosur, përkatësisht luftës së viteve 1998-1999, kur shumë qytetarë civil u privuan nga të drejtat e tyre themelore dhe u bën viktima të trajtimeve njerëzore dhe degraduese. Prokuria Speciale e Republikës Kosovës do të provoj përtej çdo dyshimi të bazuar mirë se e Pandeura në cilësinë e gardianes në burgun e Prishtinës përkatësisht paraleles së saj në Lipjan. Gjatë kohës së konfliktit të armatosur përkatësisht luftës në Kosovë, në bashkëpunim me persona tjerë, ka marrë pjesë në trajtimin njerëzor, torturimin dhe maltretimin e të burgosurave civile, të cilat ndodheshin nën kontrollin dhe mbikëqyrjen e autoriteteve atëherë serbe në Kosovë. Trup gjykatës. Ky proces nuk është vetëm çështje ligji.
nije samo pitanje zakona. Është kërkesë themelore To je osnovni zahtev për drejtësi, za pravdu, për të vërtetën za istinu dhe për respektimin e dinjitetit i za njerëzor. poštovanje ljudskog digniteta. Provave që do të paraqiten gjatë shqyrtimit gjyqësor Dokazi koji će biti izvedeni tokom sudskog pretresa do të dëshmojnë se të dëmtuarat janë rrahur dokazat će da su oštećene prebijenje në mënyrë të vazhdueshme, na neprekidan način, me shkopin gome, sa gumenim palicama, me grushte, sa pesnicama me shqetma, i nogama. janë kanosur seriozisht Bili su zaprećene për jetën e tyre za njihov život dhe janë ekspozuar dhunës fizike dhe psikike, i imali su i fizičko i psihičko nasilje, duke psuar dhimbjet mëdha, imajući velike bolove, vuajtje të rënda, teške patnje, frikë dhe ankth të vazhdueshëm. Frikë dhe ankth të vazhdueshëm. Cili? Po, kur? Këto veprime keni parasysh se këto veprime treba da imate u obziru da ove radnje nuk kanë qenë incidentet izoluara, nisu bili izolovani incidenti, por pjesë një modeli sistematik ali deo jednog sistematskog modela të keq trajtimit të personave civil civilnih osoba të privuar nga liria. koji su bili lišeni slobode. Gjatë këtij procesi, Tokom ovog postupka prokuroria do të paraqes tužilaštvo će podnijeti dëshmitë të dëmtuarve, izjave të dëmtuarave, oštećenih. të cilat do të përshkruajnë në mënyrë të drejtë për drejtë Da opisuju na trajtimin që kanë përjetuar to što su trpili gjatë kohës së qëndrimit në burgun e tokom Lipjanit. vremena dok su bili u zatvoru Lipjan. Gjithashtu do të paraqiten dhe prova materiale Biće i materijalni dokazi e personale, i materijalni lični dokazi të cilat do të vërtetojnë praninë, potvrditi prisustvo, rolin dhe pjesëmarrjen e të pandehurës učešće okrivljene. në kryerjen e këtyre veprimeve Ovih radnji që përbëjnë elementet e veprës koje penale sastavljaju element krivičnog dela për të cilën edhe akuzohet. za koje se i optužuje. Prokuroria do të dëshmojë Tužilaštvo će dokazati se veprimet e të pandehurës janë kryer da radnje okrivljene su në izvršene kundërshtim me u suprotnosti sa jo vetëm me rregullat vendore, ne samo sa e atëherë që kanë qenë në fuqi, koje su bile tada na snazi, por dhe me rregullat e së drejtës ndërkombëtare, i sa pravilima međunarodnog prava, humanitare, humanitarnog prava, me konventat e Gjenevës dhe sa protokolleve shtesë të saj, i njenim dodatnim protokolima, si dhe me zakonet e luftës, ko i sa zakonima rata, që në mënyrë më së të qartë koji je na jasan način, e shteti atëhershëm ka qenë nënshkruesi këtyre konventave. a tadašnja država je bila potpisala potpisnik ovih konvencija. Mbrojnë popullatën civile Da brani civilno stanovništvo gjatë konflikteve të armatosur. tokom naoružanih sukoba. Viktimat në këtë rast ishin persona Žrtve u ovom slučaju su bile Civil, osobe, pa mbrojtur. nezaštićene osobe, të cilat ndodheshin në kontrollin e plot të autoriteteve të burgut bile u potpunoj kontroli tadašnje vlasti. dhe nuk paraqisin asnjë kërcënim I nisu predstavljeni nikakvu pretnju që do të mund të justifikonte një veprim të tillë. bi moglo da obrazloži jedno takvo ponašanje. Pra, kjo akt akus Znači, ova optužnica gjen mbështetje të fuqishme snažno se oslanja në provat e propozuara në te, na njene predložene dokaze, e pranë cilave prova dhe propozime ngjelim dhe tani, dokaza i predloga ostajemo i sada, sepse gjithmonë flitet për prova të përshtatshme ligjore, o zakonskim dokazima e të parashikuara koje su me dispozitat ligjore në fuqi. zakonskim odredbama na snazi. Me këtë akt akus i nderuar turp gjykues, Optužnicom poštovane sudsko veće në tërësi është vërtetuar edhe elementi subjektiv je potvrđen i i veprës penale, element krivičnog dela, dhe duke marrë përballë atë që u tha deri më tani, to što je rečeno do sada, vetë rrjedhën e procedurës deri në këtë moment, tog postupka do ovog trenutka, dhe duke analizuar të gjitha faktet dhe provat, analizirajući veç e veç, činjenice i dokaze pojedinačno dhe në lidhshmëri me njëra tjetrën, i u vezi jedna sa sobom, jam i bindur se gjitha këto thënie do të vërtetohen nga ju ove navode će se potvrdit će se dhe pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor nakon završetka sudskog postupka, kryesor, glavnog postupka, pa më dyshe do të bindeni bez sumnje ubetit ćete se se veprat penale me të cilat ngarkohet e pandehura delo za koje ste tereti okrivljena janë kryer me dashje je izvršeno namerno dhe si rrjedhoja kësaj i kao tok toga edhe ka ndodhur veprime të përshkruara i desne su Në akt akus. opisane radnje u optužnici dhe të elaboruara më i lart obrazložene në këtë fjalë hyrëse. u ovoj uvodnoj reči. Në këtë fjalë hyrëse. Također, u ovom postupku, u ovom postupku, Në këtë fjalë hyrëse.
Me këto prova të vlerësuara, ovim procenjenim dokazima e të propozuara, i predloženim cilës duke çmuar secilin nga to, i ocenjujući svaku od njih, fjalët akuzë vërteton në tërësi veprimet inkriminuese, optužnica potvrđuje veprime këto radnje që kanë të bëjnë me kohën, koje imaju, vendin veze dhe kryerjen s vremenom, načinom izvršenja, e veprës penale. mestu i izvršenja krivičnog dela. Në fund të administrimit të provave, Na kraju izvođenih dokaza, prokuroria do t'i propozojë gjykatës tužilaštvo će predložiti sudu që të konstatojë se është provuar për te dyshimet të bazuar mirë, dokazano preko svake osnovane sumnje se Pandevra Cepkenović da je okrivljena Čepkenović ka kryer veprën penale krime lufte ndaj popullatës civile zločin protiv civilnog stanovništva e paraparë me ligjin penal të RSFJ-s, zakonom SFRJ-a, neni 142 lidhur me neni 21. 142 u vezi sa članom 22. Në fund fare, Na samom kraju dua të shtoj hoću da dodam se ky proces nuk ka të bëjë vetëm me përgjegjësinë individuale postupak penale të Pandevrës. Ky proces nuk ka të bëjë vetëm me përgjegjësinë individuale penale individualnom odgovornošću të Pandevrës, okrivljene por edhe me afirmimin e parimit themelor i sa glavnim principom se shkeljet e rënda të së drejtës ndërkombëtare humanitare međunarodnog humanitarnog prava nuk harrohen ne zaboravljaju se dhe nuk mbeten pa u trajtuar nga ne drejtësia. ostaju bez tretiranja od strane prava. Pavarësisht kohës që ka kaluar nga Bez kryerja e obzira tij. na vreme koje je prošlo nakon njegovog izvršenja. Prokuroria është plotësisht e përkushtuar ndaj një procesi të drejtë Potpuno za jedno pravo suđenje dhe transparent. i transparentno suđenje. Ne do të prezantojmë provat pa ndryshime Predstavljati dokaze bez sumnje dhe do t'i besojmë arsyeshmërisë dhe pavarësisë i verovat ćemo se këtij gjykimi ovog suđenja për të dhënë vendimin e drejtë. da damo pravu odluku. Në fund dua të shtoj Na kraju se gjatë tërë kohës da tokom celog vremena prokuroria tužilaštvo ka tentuar je pokušalo që të gjejë prova shfaqësuese, da nađe i të cilat do të shkonin në favor të Pandevrës. oslobađajuće dokaze koje će Por se deri në këtë moment okrivljene, ali do ovog akuza është e tillë optužnica je takva dhe çdo fjalë e saj në svaka të ngjelet njena reč pa ndryshuar. ostaje bez ikakve promjene. Prandaj, Stoga, pasi që të keni administruar nakon što të gjitha provat e propozuara në këtë akt akuz dokaze u ovoj e në optužnici shqyrtim qytetësor, i u ovom sudskom pretresu, jemi të sigurt se do të mi bindeni smo sigurni da ste biti ubeđeni se akuzuara është fajtore për veprën penale të kryer, optužena kriva za krivično delo e cila i vetë në barë kojom se stavlja do të dënohet, do të stavlja na dënohet teret i da će se kazniti konform ligjit. shodno zakonu. Faleminderit për momentin. Del kryerradha aty. Po, a ki kopjet e mjaftueshme nga avokati? Ka po në të kom për këthy, Se s'ke për kthyme. po ndoshta mund të dhe shqit. Din me një pas prokurorit, përfaqësuesi mbrojtësi viktimave nga ZMV Prishtinë, në fjalën hyrëse dhe Tiranë. Po, faleminderit i nderuar truk gjykus, edhe për pasuesi i parëve dëmtuara në këtë rast dhe mbështes fjalën hyrëse të prokurorit të shtetit. Zastupnik podržavamo reč tužbe. E mbështes fjalën hyrëse të dhënë nga prokurori i shtetit. Po sa, faleminderit. S'ke diçka më shtrirë. Jo të shumë. Faleminderit shumë. Unë shmull. Može da se Zaria, ke këtu? Zaria Podrim Qoku? zarije, Zarie, ngritur në kom për momentin. ostanite molim vas. Kjo është fjala hyrëse fillestare, e dha prokurori i shtetit fjalën hyrëse çka pret për këtë gjykimi. Tužiš šta A- očekuje ovog suđenja, Cili o deklarimi ju ta përkrah fjalën e prokurorit, a ki më shtu diçka tjetër. podržavate reč tužbe, da li imate da dodate. Da ja Por ju podržavam. përshëndes juve, Puno vas gjithë pranisht Pozdravljam sve prisutne edhe kërkoj drejtësi. i samo E përkroi fjalën e prokurorit në tërësi dhe kërkoi drejtësi. Pasojat që i vuj sot nga kulturat e analitës, koje ja još dan janë danas shumë trona, od nacionalnih që mučenja. më vjen keq prej veoma fëmijëve të teški. mi, A jako mi je žao od moje që dece, nga kjo kam mësu od nje edhe ja sam lëndime psiqike crpela i edhe fizike, povrede që i fizičke. une as end e kom cek edhe atëherë të prokurorit, Tada u tužilaštvu lavaman nuk kam qëndrim në kom me mene ljavë. oni u sudu da sedi, da stoji. Dhimbjet që e kam në trupit tim, Bolove koje imam u ku sudu, edhe sot e kësaj dikte, ali i të dan gjithë danas kockat svi temperaturë kosti, dhe mjepin temperatura, prej dhimbjeve 6 muaj që e kam. imam
Edhe unë jam ende moshë e re, Ali ja sam još u mladim godinama, me vujt për gjitha këtyne. da bi patila... Dhe mos me mujt me ju shërby, dy qunam që kam. Da ne mogu da služim... Kështu që unë kërkoj drejtësi për trupit gjykus, Tražim pravdu od strane sudskog veća. se kjo burg është sjellë si me qenë bish e egër. Ona Se ju njeri. ponašala kao bigazer. Edhe në tavolinë ullë, kur kam qenë kjo ardhëm, ka sjellë hukmin të ndrejtë. Ona bi došla i E mos të flasë më të urdhurat që i keni edhe në deklarat, Druga me mučenja koje sam që më ka torturu rregullisht, edhe ditën kur më ka pranu, po dhe kohën e bombardimet, për çdo ditë, e lëshojke magnetofonin me zotjar, edhe vikje më torturojke, dhe të dyta e treta ka njëherë dhe e katra. Deri na Libanusje. Besani që mrena në dhëmë, kur dritarën se më kalon me ajrëz dhëmën, çfarë ajri i rënd ka qenë aty, ku aty i kemi kryer gjitha nevojat fiziologjike. Kjo s'kalon as tualet jashtë me dorë. E lere mo. Mos flas për gjona tjera që e kem pas ushqimin që as shtas djash që e gjenë, ushqimin nuk e vojnë që atë gjendje që kemi omërni. Ka krejt e myrkur, e ma vjusur. U dash kemi heq me lugat pjesë, një tru, një marrë dhe me ullë, një makaronë si të kem pjatë, as biber, as kryp, as kur gjëmë. E për tortura, kjo e di vetë mirë që nga ka bo. Besa, kur mbi këtë fikt, mi kap ke kom, nërmje komve, mi fut këtë vetat, edhe shputat e komve, sa më i keme të ndrejt një silke. Edhe unë në sot e kësaj dite, me vështërsi, herë zhak, herë ju shërbej fëmijët e pi, se në kam me qëndru, pa u mojt kur, nuk mu jasë një. Zarije, pa dosh me ndërprej, edhe vlen edhe për gjitha, dhe më thonë, ju se cila për jush jeni pol dëmtume, jeni edhe si dëshmitore, keni mu dëgju. Edhe keni më pas mundësi me tregu komplet ngjarjen, keni ju përgjigje edhe në pyetjet prokurorit. Po edhe gjuhën sërbe, kjo ka ditë mirë që unë kam qenë e Drenitës edhe nuk e kam njoft sërbishtën. Nëse kum tu na fjallë, kjo me pëndre kum ka thonë ka me ta mësu. Unë kam e qenë që kjo që ka me ta mësu me pëndre. Kërkoj folje? Jo, s'ka problem. Po, besa, sikur atëherë që kam qenë byllë, sikur kur ja shoh ftyrën kësaj, këtu prezent e një vetën shumë keq. Dhe vinë që qenë drejt ka. Faleminderit Zari, mund është mund. Behare Kryziva ke këtu? Beharja? Behare, edhe ty, do më thonë po ta shpjegoj, fjala hyrëse që e tha prokurori, është ka presin palë për këtij gjykimi. Unë i thash edhe Zarijes, ju se cila për jush keni mu dëgjua si dëshmitare. Kam ju bo pyetje prokurori, mi po në fjallë hyrëse për jush, do më thonë që ka pritni për këtë gjykimi si përfundim, me pak fjallë, a përkra fjallën e prokurorit, lirisht fol. E përkroj në tërsi fjallën e prokurorit. Edhe për këti që kemi pres drejtësi, dhe sigurisht në dica do të marrë dënimin e merituar. Dica do të marrë dënimin e merituar. Faleminderit. Leonora Durako, ke këtu? Leonora, njëjtë edhe për ty, cilë? Leonora Durako e përkroj fjallën e prokurorit. Pres drejtësi, uroj që Nadica të dënohet për krimet që i ka bërë. Jo veç Nadica, më dhe të tjera. Uroj që sa ma shpejt jenë bashkë me Nadica. Edhe një emër që nuk po përmend, është ata ceki Suzana. Dhe një emër që nuk u përmend, desha ta ceki Suzana. Suzana. Suzi. Një gardianë. Faleminderit Leonora. Fatimi Bushnjok, po ke këtu Fatimja? Jo. Shohe Isafi? Shohe Isafi? Unë, Shohe. Unë mbështes fjallën E mbështes fjallën e prokurorit të shtetit. Kërkoj nga organet e drejtësisë që drejtësia
dhe shkon në vendin e vet. Që drejtësia të shkojë në vendin e vet Dhe dënohet sipas ligjit në fuqi. dhe akuzuar të dënohet sipas ligjit në fuqi. Faleminderit. Shoh. Me vlyte Saraçi? Me vlyte? Me vlyte njëjtë edhe për ty, vlen si fjalë hyrëse. Të mbështes. Të bazuar në të gjitha dëshmitë dhe deklaratat tona, si krah ishte përgosura, të dëmtuara. Hiç mos u ngut. Secila prej nesh e kemi Si gratë të dënuar, vetëm të dëmtuara, të burgosura, Jam shumë e lumtur dhe secila prej nesh e kemi thonë të vërtetën. Këtë gjykat, gardiania e cila neve na ka sulmuar këtë kohën, po trajtohet njerëzisht, sepse Kosova si shtet Gardionia që na ka sulmuar, po trajtohet. Nuk jemi duke kërkuar hakmarrje. Nuk jemi popull hakmarrës, mirë po duam të dhëmë drejtësi dhe sa do pak ta përjetoj edhe ajo ose të gjykojnë vetvete që jo çfarë do sistemi që vije domosdo duhet i përmbahemi në rrethana të tilla sepse ne gjitha jemi njerëz. Ajo që ambon përshtypjen. Veç mos u ngut lutna Jehona, mos u ngut. Ka dole fal. Nuk duhet sepse mbi gjitha jemi njerëz, po Ajo që ambon përshtypjen që dy herë që vinë këtë sot është që ndrimi i ish gardionës tek e cila zbren as pak një pendes morale paktën në aspektin njerëzor e mos flas edhe gjinor që e trajtimi çfarë i bëhet asaj, ajo asnjëherë çfarë na bën neve nuk do ta përjetoj sepse veç mos u ngut. me flytja, çështjen Kosova Që i bën asoj nuk do të përjetoj kur atë që kemi përjetuar ne. Sepse qasjen Ose janë në sistemi të fal. po s'ka problem, s'ka problem. Veç nëse se kupton të luta mos u ngut me përkthy gabimisht. Po, Jehona, mos veç mos u nguti. Jo, e çena. Dhe trajtimi që i bëhet asoj nuk do ta përjetoj kur atë që na kanë bërë neve. Sepse Kosova trajton ndryshe dhe Zotit shqyr që trajton ndryshe. dhe fol Zotit që trajton ndryshe. Faleminderit shumë Jehona. Jehona Krasniqi Morina, lumiki aty. Fol Zotit që trajton ndryshe. Jehona Krasniqi Morina. Gjyke Memoj nuk ke prezent. Lejlije Mujota prezent. E dëmtuar Lejlije Mujota në fjalën hyrëse, po Lejlije deklaron. E përkrah fjalën. Edhe kërkoj drejtësi. Dhe kërkoj drejtësi. Faleminderit shumë Lejlije. E dëmtuara Zyrie Mujota Topalli. Zyrie njëjtë për ty, domethënë, cili është deklarimi yt? Ish pak ma zonin pak ma të lartë lutem. E mbështes fjalën e prokurorit në tërësi. Edhe të kolegëve parafolse. Dhe kërkoj drejtësi. Faleminderit shumë Zyria. Nagjie Shabonja ke këtu? Jo. Sanie Bytyqi. Dikush prit dëmtuar mos kem harru diku emrin mjathir, që janë prezent? Jo. Mirë. Del Kryrodh, mbrojtësja e të pandehurës, avokata Jovana Filipović, në fjalën hyrëse deklaron. Urno avokate. Fjalën hyrëse ka përgatitur faleminderit. Fjalën hyrëse ka përgatitur në formë të shkruar dhe do ta elaboroj të njëjtën. Poštovano sudsko veće, uvaženi kolega i svi prisutni u ovoj sali. Ja moram da vam najpre kažem da ovde moramo da utvrdimo individualnu, a ne kolektivnu odgovornost.
individualnu, a ne kolektivnu odgovornost. Da identifikujemo përgjegjësinë individuale ajo kolektive. Mi moramo da utvrdimo najpre da li je Nadica konkretno nešto uradila. A ka bërë Nadica diçka konkretisht? Da li se Mirë, jo, s'kena nevojë se e ka dorëzu me shkrim. Da li se Nadica tereti da je čuvarka zatvora Kohet Nadica se ka qenë gardiane në burg ili je kuvarica? apo kuzhinjere? Ukoliko pričamo o hrani, Nëse flasim për ushqim, o drugim uslovima, për kushtet tjera, onda to nije optužnica koja se tiče Nadice. Kjo nuk është aktakuza që ka të bëjë me Nadicën. Kada pričamo o konkretnoj optužnici Për aktakuzën konkrete i delom koje se Nadici stavlja na teret, pjesën e cila i vehet Nadicës në barë, ja samo mogu da kažem vetëm mund të them da tužilac radi svoj posao prokurori e bën punën e vet i bavi se optužnicom. dhe merret me aktakuzë. Međutim, kada vidimo ovakvu optužnicu, Kur shohim kësi lloj aktakuze, kur shohim këtë aktakuzë, jedino mogu da kažem vetëm mund të them jeste da su jedno želje, a drugo mogućnosti. Një gjë janë dëshirat, ndërsa tjetër gjë janë mundësitë. Ova optužnica nema mogućnosti. Kjo aktakuzë nuk ka mundësi. Najpre, Së pari, optužnicom se Nadici stavlja na teret da je počinila krivično delo Nadicës i vetë në barë që ka kryer ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Krime lufte kundër popullsisë civile. Uz opis, štur opis navodnih dela koje je ona počinila. Kise i ka kryer. Ono što mi najpre moramo da dokažemo, Ne së pari duhet ta vërtetojmë, a čitajući taj član 142 krivičnog zakona, 142 të kodit penal, koji kaže da se ovo delo može počiniti kjo vepër mund të kryhet samo ukoliko je nastupila smrt nekog lica nëse ka vdekje të një personi ili teška telesna povreda. apo lëndime të rënda trupore. Kako tužilac Si prokurori dokazuje tešku telesnu povredu? vërtetoj lëndimin e rënd trupor. Mi, ja, tužilac, vi kao sudsko veće, Ju si trup gjykues, mi smo pravnici. ne jemi jurist. Da li je u pitanju teška ili laka telesna povreda, Lëndim të rënd apo të lehtë, je nešto što mora da dokaže sudski veštak. Që duhet ta vërtetoj eksperti gjyqësor. I bilo kakva odluka suda, Çdo lloj vendimi të gjykatës samo na osnovu ukazivanja svedoka, bazë të deklaratave të dëshmitarëve ne može biti zakonita. nuk mund të jetë ligjore. U tom smislu, Në këtë kuptim, mi kao odbrana ne si mbrojtje predložit ćemo da se odradi propozojmë që të bëhen veštačenje navodnih telesnih povreda kod oštećenih, ekspertiza të lëndimeve të kinse lëndimeve kod të oštećenih, lënduarave, kako bi se utvrdilo për të vërtetuar da li se ovo delo može suditi kao ratni zločin a mund të gjykohet si krim lufte ili bi eventualno eventualisht moglo da bude neko drugo krivično delo ishte ndonjë vepër tjetër penale ukoliko je bilo kakvih posledica. nëse ka pasur çfarëdo lloj pasojash. Dakle, to je najpre pitanje Kjo është së pari pyetja pravne kvalifikacije optužnice. në lidhje me kvalifikimin juridik të aktakuzës. Dalje, potrebno je dokazati Është e nevojshme të vërtetohet gde je tačno Nadica radila i na kom radnog mestu. Nadica saktësisht dhe në çfarë vend pune. O tome tužilac mora da dostavi jasan dokaz. Duhet ta dorëzoj një provë të qartë. Mi takvih dokaza u spisima predmeta nemamo. Nuk kemi kësi lloj provash. To gde je tačno radila Nadica Atë se ku ka punuar saktësisht Nadica i šta se njoj stavlja na teret, çka i vehet asaj në barë, neophodno je da nam tužilaštvo pribavi. Mëse nevojshme që prokuroria të na e siguroj. Takođe, Gjithashtu, da bi se ovo delo sudilo kao ratni zločin, kjo vepër si krim lufte, potrebno je da oštećeni dokažu që të dëmtuarit da su që të dëshmojnë të vërtetojnë që upravo u ratnom periodu në periudën e kohës së luftës doživjeli bilo kakve povrede çfarëdo lloj lëndimesh koje se mogu smatrati teškim telesnim povredama. Mund të konsiderohen si lëndime të rënda trupore.
Sudsko veće verovatno nije upoznato, Trupi gjykues me siguri nuk është i njoftuar, ali ovaj postupak kjo procedur je počeo kao suđenje za troje lica. Për tre persona, Nadica Čepkenović, Nadica Čepkenović, Boban Tonić Boban Tonići i Mirsad Ibro. dhe Mirsad Ibro. U odnosu na Mirsada Ibru, Në lidhje me Mirsad Ibron, tužilaštvo je obustavilo postupak e ka ndërprer procedurën i istraga je obustavljena u Vetimi potpunosti. është ndërprer në tërësi. Ako govorimo Nëse o flasim për obrazloženju tog rešenja, aspektimin e atij vendimi, ono što je meni poznato atë që unë e kam të njohur, jeste da se është që tužilaštvo pozvalo na slučaj thirrur në rastin Ramuša Haradinaja u e Hagu, Ramush Haradinajt në Hag, gde je konstatovano ku është konstatuar da nije svaka radnja që çdo veprim izvršena u ratnom është periodu kryer në periudhën e luftës, u stvari ratni zločin. gjithsesisht nuk është krim lufte. Za to je potrebno Për da atë është postoje nevojshme që të ekzistojnë svi taksativno nabrojani uslovi. kushtet e numëruara në mënyrë taksative. Ukoliko je tužilaštvo bilo stava, Nëse prokuroria ka qenë në qëndrimit da u slučaju Mirsada Ibre që në rastin e Mirsad Ibros to delo ne može da bude ratni zločin protiv civilnog stanovništva, vepër që nuk mund të jetë krim lufte kundër popullsisë civile, mi smatramo da ne pravda konsiderojmë që drejtësia treba da bude ista za sve duhet të jetë e njëjtë për të gjithë, i da smo svi jednaki pred dhe zakonom. që të gjithë jemi të njëjtë para ligjit. Bez obzira da li se neko lice zvalo Mirsad Quajtur ndonjë person Mirsad ili Nadica. apo Nadica. U tom smislu, Në këtë kuptim, mi ćemo predložiti ne do të propozojmë da se od që specijalnog nga tužilaštva prokuroria speciale pribave spisi predmeta koje se tiču Mirsada Ibre shkresat e lëndës në lidhje me Mirsad Ibron radi ujednačavanja sudske prakse për barazimin e praktikës gjyqësore i dhe usaglašavanja iste për barazimin e të njëjtës sa presudama u Hagu. me aktgjykimet në Hag. Në lidhje me Dalje, më tej smatram da je neophodno konsideroj që është e nevojshme da kada pričamo që o flasim për težini telesnih povreda, për peshën e lëndimeve trupore, pribavimo i sve neophodne medicinske izveštaje, raportet e nevojshme mjekësore, prijave i dokaze paraqitjet dhe provat o tome da su oštećene, që të dëmtuarat zaista bila oštećene nekom radnjom, të dëmtuara me ndonjë Ishte minuta veprim, avokote? Falj. Shërbote emrin. Behore, lutna. Për Behorën dhe për gjithë. Këtu jo Behore, vishën gomu, Behore. Unë e kuptoj statusin e juaj. Këtu i na polën procedurë gjithë flasin pa u pengu deri në fund. Kështu që mos ka nevojë me tërheq vërejtjen proces verbal. Kërkoj ndjes avokote vazhdo të lutem. Jo, do të mengu njëri tjetrin deri në fund. Ky gjykim pritet më zgjat, kështu që secilin ka mengu. Unë avokote. Avokote, mas që ndërpreva, vish ta sqaroj. Samo da objasnimo. Ti po thuk prokurori do të mi paraqit këtu. Tužioc treba ove dokaze da obezbedi. Për me post qartune. da zatražimo od suda nga gjykata da iste dokaze që provat e njëjta zatraži od tužilaštva. ti kërkoj nga prokuroria. Mirë, vazhdo. U redu. Dakle, Prandaj, dokaze o postojanju vrsti i težini telesnih povreda ekzistimin e llojit dhe peshës së lëndimeve trupore i dokaze dhe provat për o tome da su iste zaista nastale u ratnom, a ne u nekom drugom periodu. Iste povredë, mislim. Da? Që lëndimet e njëjta janë shkaktuar gjatë kohës së luftës. Takođe smatram da je neophodno Po ashtu konsideroj që është e nevojshme radi utvrđivanja svih činjenica për vërtetimin e të gjitha fakteve pribaviti i službene evidencije edhe Thank you.